Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Foristrada përplasi motocikletën në aksin Pirr Kamçisht dhe plagosi rënd drejtuesin e saj 76 vjeçar. I moshuari u dërgua me urgjencë në spital, ndërsa drejtuesi i mjetit është ndaluar nga policia. Një aksident i rënd ka ndodhur paraditen e të njëjtës në aksin rrugor rural Pirr Kamçisht, njësi administrative Kolonjë. Një mjet tip Foristrad ka goditur nga pas një motociklet me të cilën udhëtonte 76 vjeçari Minella Prençe, banori fshatit Pirr. Menjëherë në vendngjarje ka ardhur ambulanca, e cila ka transportuar me urgjencë në spitalin e Lushnjës 76 vjeçarin, që është nën kujdesin intensiv të mjekëve në gjendje të rëndë për shëndetin nga plagët që mori. Policia e qarkullimit në vendngjarje ka ndaluar drejtuesin e Foristradës dhe grupi hetimor, po punon për të zbardhur shkaqet e aksidentit. Mësohet se 76 vjeçari nuk ka pasur kaskë mbrojtëse në kokë, çka ka bërë që lëndimet të jenë serioze. Dyshohet se drejtuesi i Foristradës, edhe pse ka frenuar, nuk ka mundur të shmangë përplasjen me motocikletën. Bonusi i verës për pensionistët pritet me pakënaqësi në Fier. Të moshuarit thonë se 5.000 lek nuk mjaftojnë dhe kërkojnë rritje reale të pensioneve. Të nevojshme por të pamjaftueshme kanë konsideruar pensionistët fierak bonusin e verës që ka nisur të shpërndahet që nga data 1 korrik së bashku me pensionin mujor. Për mikrofonin e televizionit 4+, pjesa më e madhe e tyre kanë pohuar se bonusi prej 5.000 lek shtesë do të shkojë kryesisht për ilaçe dhe ushqime. Më mirë të na kishin dhënë helm se sa bonus, thot i revoltuar një prej pensionistëve, ndërkohë që të tjerët nuk e fshehin mllefin për pensionet e ulta. Kjo bonat 5 vjet nuk na dali fare. Se marim ilaçe, 50.000 marim ilaçe. Besa ty sa përshtojmë neve të tëra me ilaçe, me ngrënie me pire, ku na dalin këto, për hajt, me borxhe. Qa 50.000 lek me? 5.000 lek ja. Vete pi një kafe një rak, jo të mbaruan. Me shok, se vetëm nuk i pindot. Po jo me kështu. O, jep e mos, jep 2.7. Qa 2.7? 3.7 se ka dhe nej. Qa në? 2.000 lek? Atë zë dalin e për ilaçe. Për ilaçe nuk na dalin këto lek që vaj neve. E ku të vesh me këto lek, si ku se fare. Pëso jemi 109.000, mora dhe me këta bonusin, do hap 50 buk. Ja ka që është. Nuk është, në një shumë madhe, po dhe pak nuk është. Teksa vlerësojnë si të pamjaftueshëm bonusin e verës, pensionistët fierak kanë kërkuar rritje reale të pensioneve për të zbutur varfërinë dhe jo bonuse apo indeksim. Një pension me të mirë, me bonus, morëm sot prap ne jemi. Pension, 100.000 lek ma. Me 100.000 lek që do maru? O 50.000 lek që e vjetër tani e bonusin, për çfarë ju ndihmon? Po qa ndihmoj dhe marrë një ushqime. Qa dhe dhe, pagojnë bridat, uj, kaj. Nuk doja bonus. Unë doja një pension që të ushqem, që mos një verësie të shkoj mirë në atjene dhe të gjitonë të aty. Edhe pse ky bonus është në ditët e para të shpërndarjes së tij, në të gjitha degët e postës shqiptare vihet re një dyndje e madhe të moshuarve për ta tërhequr sa më parë. Tensione dhe përplasje pati sot para kuvendit mes protestuesve dhe policisë. U shoqëruan disa protestues dhe u lënduan disa policë. Ndërkohë opozita bojkotoi seancën e sotme plenare, ndërsa mazhoranca bën thirrje për reflektim. Protesta e thirrur para kuvendit është shoqëruar me tensione dhe përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë pak para nisjes së seancës plenare. Situata u përshkallëzua pasi protestuesit tentuan të çajnë kordonin e sigurisë, duke sjellë konfrontime fizike me efektivët e rendit. Nën thirrjet kundër qeverisë, protestuesit vijuan revoltën e tyre, ndërsa policia ndërhyri duke përdorur spraj lotësjellës për të shpërndarë turmën. Si pasojë e përplasjeve, disa protestues pësuan probleme shëndetësore, ndërsa mbetën të lënduar edhe disa punonjës policie gjatë konfrontimit fizik me turmën. Zona përreth kuvendit vijoi të jetë e rrethuar nga forca të shumta policie, të vendosura në gatishmëri për të monitoruar zhvillimet gjatë seancës. Për shkak të situatës së krijuar, grupet parlamentare kanë udhëzuar deputetët që të paraqiten më herët në ambientet e kuvendit. Ndërkohë Partia Demokratike ka bojkotuar seancën plenare, duke deklaruar se në këtë moment duhet të dëgjohen kërkesat e qytetarëve. Kryeministri Edi Rama nuk ishte i pranishëm në seancë, pasi sipas agjendës zyrtare mori pjesë në një aktivitet për startupet. Kurse deputetja e Partisë Socialiste Elisa Spiropali ka bërë thirrje që kuvendi të fokusohet te problemet e qytetarëve dhe jo tek përplasjet politike apo protestuesit.
Ne kemi punën tonë në kuvend, në seancë, edhe ne në seancë duhet të reflektojmë, të dëgjojmë edhe të ofrojmë edhe zgjidhje. Nuk duhet me protestuese, duhet me veten. Çfarë zgjidhje Sonja Spilopar? Çfarë zgjidhje? Po, diskutimet vinë nga të gjithë, nuk jepen këtu aty për aty. E rëndësishme është që Kuvendi i Shqipërisë të përdoret për të folur për njerëzit, për të folur për shqetësimet, për të ofruar zgjidhje, për të parë më shumë nga vetja, dhe se cila forcë politike dhe se cili ka në atë kuvend duhet bëj analizën e vetes përpara se të bëj analizën e kundërshtarit. Kryeministri Edi Rama në takimin me pensionistët foli për pensionet. Parat vinë nga taksat e naftës, jo nga zgjedhjet, tha ai. Kryeministri dënoi edhe dhunën në protest. Kryeministri Edi Rama zhvilloi në Tiranë një takim me pensionist në ditën e dytë të shpërndarjes së bonusit të posaçëm për të moshuarit. Gjatë bashkëbisedimit, kreu i qeverisë dha detaje për burimin e financimit të kësaj ndihme, duke hedhur poshtë edhe akuzat se bonusi po përdoret për qëllime elektorale. Sipas Ramës, fondet për bonusin janë siguruar nga të ardhurat shtesë në buxhet, kryesisht nga taksat e karburantit. Ai tha se pjesa e përfituar nga rritja e çmimit të naftës do t'u kthehet pensionistëve në formën e mbështetjes financiare. Vjet ju than bonusi i pranverës është për zgjedhjet. Pastaj ju than do ju avurisin, por nuk do ju japim bonusin e fundvitit. Tani unë po ju them që bonusi që keni marrë dhe do merrni në ditën vijim është vetëm rezultati i 6 muajve pozitivitet i ekonomisë. Nuk ka lidhje fare me të tjerat dhe bonusin e fundvitit e keni aty te Banka e Shqipërisë dhe aty keni fondin tuaj, gjithë çfarë do vi vitin e ardhshëm do vihet aty. Gjithë çdo vi vitin tjetër do vihet aty dhe ju kam thënë, janarin e ardhshëm do dyfishohet shtesa e janarit këtij viti. Janarin e 2028-s do trefishohet. Janarin e 2029-s do 4 fishohet shtesa dhe në janarin e 2030-s do 5 fishohet. Kryeministri komentoi dhe protestën e zhvilluar pranë parlamentit, ku pati përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë. Rama tha se e drejta për të protestuar është e garantuar, por nënvizoi se dhuna ndaj institucioneve dhe punojësve të shtetit nuk mund të pranohet në një vend demokratik. Kreu i qeverisë u ndal edhe te debatet për projektet me investitor të huaj. Ai u shpreh se zhvillimi ekonomik i vendit nuk mund të ndërtohet duke refuzuar kapitalin e huaj dhe investimet nga jashtë. Këtu nuk ka rrahje protestuesish paqësor. Kur ti shkon atje një grup për të ushtruar presion fizik mbi deputetët, aty pasaj jemi në të tjera territore. Po ata që bëjnë këtë nuk kanë lidhje me flamingot. Flamingot janë paqësor. Dallimi midis flamingove dhe sorrave e korbave është flamingot janë paqësor, ndërkohë që sorrat dhe korbat janë të dhunshëm. Kështu që ne me flamingot do t'i trajtojmë me shumë respekt dhe me shumë vëmendje shqetësimet dhe do bëjmë më të mirën e mundshme. Do bëjmë më të mirën e mundshme. Me sorrat dhe korbat ne nuk kemi çfarë bëjmë fare. Në fund ata përsëri do jenë të humbur dhe siç u mlodhën kokra dhe bën këtë tufën e zhurmshme, do shpërndahen kokra dhe do vazhdojnë të bëjnë atë krakran e zakonshëm. Partia Demokratike zgjodhi kryesinë e re, 5 deputet mbeten jashtë. Kryetari i saj Berisha promovon emra të rinj, më shumë gra dhe të rinj nën 35 vjeç. Partia Demokratike ka zgjedhur me vot 20 anëtarët e rinj të kryesisë, të cilëve ushtohen edhe emrat që bëhen pjesë për shkak të funksioneve që mbajnë në parti, si nënkryetarët, drejtuesit e komisioneve parlamentare dhe anëtarët e sekretariatit, duke nisur nga sekretari i përgjithshëm.
Nga lista me 61 kandidat të propozuar nga kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, bie në sy që 5 deputet demokrat kanë mbetur jashtë. Edi Paloka, i cili u largua nga posti i kryetarit të Këshillit Kombëtar pas përfundimit të mandatit 4 vjeçar, nuk arriti të siguronte votat e nevojshme për të qenë pjesë e kryesisë. Po ashtu jashtë mbeten edhe deputetët Arjan Doja, Gent Strazimiri, Luan Baçi dhe Fidel Kreka. Me semrave që futen për herë të parë në kryesi spikasin Dr. Ilir Ali Mehmeti dhe kryetari i Bashkisë së Kavajës Fisnik Qosja. Nga gratë me votuara rezultoi Ilda Zhulali e ndjekur nga Edith Harxhi dhe Eda Grimçi. Një hapësirë e veçantë i është lënë edhe të rinjve. Nga 6 vendet e rezervuara për ta, fitues doli Glauk Oldashi, djali i deputetit të ndjerë Sokol Oldashi. Po ashtu spikati edhe emri Andja Ullirit, e cila nuk arriti të siguronte mandat në zgjedhjet parlamentare, por u votua për të qenë pjesë e kryesisë. Ndërkohë në krye të Këshillit Kombëtar është zgjedhur Juliana Emiri, një emër i ri e njohur si aktore dhe pjesëmarrëse aktive në protestat e Partisë Demokratike, si dhe në lëvizjen qytetare. Me këtë përbërje të re, Sali Berisha ka zëvendësuar emra të njohur si Aldo Bumçi dhe Josefina Topalli, duke sjellë një përfaqësim të ri, ku sipas PD-s 60% të anëtarëve janë të rinj nën 35 vjeç dhe gra. Nga 20 anëtarët e zgjedhur, 14 prej tyre hynë për herë të parë në kryesi, në një proces që përfundoi me numërimin në orët e para të mëngjesit. Kupa e Botës 2026 pritet të sjellë FIFA-s të ardhura rekord prej 12 miliard eurosh. Kupa e Botës 2026 pritet të shënojë një rekord historik financiar për FIFA-n. Sipas parashikimeve, organizata do të arkëtojë rreth 12 miliardë euro, duke e bërë këtë edicion më fitimprursin në historinë e futbollit. Shifra përfaqëson një rritje të ndjeshme krahasuar me botërorin e Katarit në vitin 2022, i cili gjeneroi rreth 6.6 miliardë euro dhe me Kupën e Botës në Rusi në vitin 2018 me 5.6 miliardë euro të ardhura. Në harkun e vetëm 2 cikleve të ardhurat e FIFA-s nga eventi më i madh futbollistik janë pothuajse dyfishuar. Krahasuar me botërorin e Gjermanisë në vitin 2006, kur u arkëtuan rreth 3 miliardë euro, të ardhurat e pritshme për vitin 2026 janë 4 herë më të larta. Rritja lidhet kryesisht me formatin e ri të turneut, i cili për herë të parë zhvillohet me 48 kombëtare, duke sjellë më shumë ndeshje, më shumë qytete pritse dhe më shumë të drejta transmetimi. Sipas analizave financiare, rreth 39% e të ardhurave vijnë nga të drejtat televizive dhe të transmetimit, 28% nga shitja e biletave dhe paketat e mikpritjes, 24% nga sponsorizimet dhe 6% nga licencimet. Vetëm nga biletat dhe mikpritja, FIFA pret të arkëtojë mbi 3 miliard dollar, një rritje prej më shumë se 20% krahasuar me rreth 950 milion dollarët e gjeneruar në botërorin e Katarit. Megjithëse është një organizat jo fitimprurse, FIFA pritet të regjistrojë një suficit të konsiderueshëm pas mbulimit të kostove organizative. Sipas vlerësimeve, fitimi operacional mund të arrijë në rreth 10 miliard dollar, të cilat më pas do të investohen në zhvillimin e futbollit dhe do të shpërndahen 211 federatave anëtare. Për edicionin e vitit 2026 është rritur dhe fondi i çmimeve për ekipet pjesëmarrëse. FIFA ka miratuar një fond prej 655 milion dollarësh, rreth 65% më i lartë se fondi prej 440 milion dollarësh i shpërndar në Kupën e Botës 2022, duke reflektuar zgjerimin e turneut dhe rritjen e të ardhurave globale. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.